Të nderuar shikues, po ndiqni emisionin e mëngjesit për të folë. U zhvillua këtë ditë në Tiranë, në kryeqytet, samiti i parë diasporës shqiptare, i cili mblodhi afro 1000 përfaqësues nga 40 shtete të botës. Spikas një numër i madh i personalitetesh nga fusha të ndryshme të ekonomisë, shkencës, mësimdhënies, gjithashtu nuk mungonin sipërmarrës të suksesshëm të rinj të cilët po shkëlqejnë në botë me iniciativat e tyre dhe idetë. Ne do të flasim më gjërësisht për këtë aktivitet mbarkombëtar me zonjën Denisa Balla, e cila është zëvendës presidente e Qendrës Shqiptaro-Kanadeze të Ekselencës. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që të kemi në studio, Denisa. Faleminderit, gjithashtu kënaqësia është e imja. Ashtu si shumë pjesëmarrës të rinj, ju lat punët tuaja nga Kanadaja dhe morët avionin dhe erdhën në Tiranë për të marrë pjesë në këtë aktivitet. Çfarë ju shtyu? E vërtet, ajo që mua më shtyu dhe gjithë bordit drejtues të Albanian Canadian Excellence që më mbështeti ardhjen time këtu ishte dëshira e madhe për të qenë pjesë e një evenimenti historik për Shqipërinë, që ishte bashkësia dhe kuvendimi i shqiptarëve anë mban botës në lidhje me çështjet shqiptare, të shqiptarëve këtu apo dhe anë mban. Gjithashtu ishte dhe një lloj shprese për se çfarë ky samit do nxjerrë dhe rezultatet e samitit dhe një lloj kurioziteti për të parë se kush do jenë aktivitetet konkrete apo projektet konkrete që do dalin si rrjedhoi e samitit. Çfarë synoi ky samit dhe a e përmbushi qëllimin? Me sa kuptova unë në 3 ditët që mora pjesë dhe u angazhova qoftë në panel apo edhe si pjesë e audiencës, disa nga panelet që u organizuan dhe gjithashtu dhe diskutimit me zotin Rama, ideja e samitit ishte të krijojë të fillimi i krijesës së një platforme bashkëbisedimi midis shqiptarëve anë mban botës, diasporë shqiptarëve, apo qoftë edhe drejtues të organizatave të ndryshme shqiptare jashtë vendit. Gjithashtu dhe ishte një lloj përpjekje e parë e qeverisë shqiptare mbas 25 viteve demokraci që të sillte të kishte një lloj angazhimi konkret brenda dhe jashtë vendit të diasporës shqiptare, një lloj marrëdhënie, një lloj ndërtimit një lloj strategjie dhe politikave konkrete se si do të aktivizojmë diasporën shqiptare me qëllim që të arrijmë një lloj bashkëpunimi akoma dhe më të fortë që ka qenë ineksistent për 25 vitet e shkuara, që kështu për mendimin tim ai arriti, besoj se patjetër që ja ka arritur. Diskutimet ka qenë shumë vitale, idera konkrete janë hedhur, gjithashtu dhe idera të mëdha janë hedhur, që kështu çfarë do të vijojë më pas mbetet për të parë, është dita e parë mbas një programi 3 ditor shumë aktiv, që kështu mendoj që vërtet ja ka arritur. Natyrisht ju theksoni se janë hedhur hapat e parë, kur do të mund t'i shohim ato të konkretizuar? Sa do të mund ndikojë ky samit? Sa do të mund të ndikojnë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë në zhvillimin e vendit? Me sa kuptoj unë, 2 hapat konkret që janë hedhur nga ana e qeverisë shqiptare, konkretisht është puna për të krijuar një database të diasporës shqiptare anë mban botës, dhe kjo punë tashmë ka filluar. Qeveria foli që nuk dua të tingëlloj si zëdhënëse e qeverisë këtu, sepse nuk kam asnjë lloj lidhje. Ne po kërkojmë atë çfarë u folën samit. Por ajo çfarë u folën samit ishte një lloj angazhimi i qeverisë për të ndërtuar një database të diasporës, ku një hartë, një fotografi të gjithë diasporës shqiptare, ku ndodhen këta shqiptarë, me çfarë merren, sa vite kanë që jetojnë aty, çfarë eksperiencë, çfarë aftësish zotrojnë. Dhe plani tjetër ishte ndërtimi një këshilli të samitit diasporës që do të ketë përgjegjësi konkrete në lidhje me angazhimin e diasporës dhe krijimin e një politike dhe një plani strategjik në lidhje me vazhdimsinë e këtij aktiviteti. Pra ndoshta ky regjistër, le të themi, kjo database të ndërtohet në një institucion. Të ngrihet një institucion i cili do të le të themi do të mbledh, do të bëj bashkë të gjithë në shtetasit ose le të themi qytetarët e botës me kombësi shqiptare. U fol edhe për këtë, u fol për disa lloj idesh, një institucion jo qeveritar, një këshill
apo u diskutua dhe për idenë e krijimit të Ministrisë së Diasporës. Kosova ka një ministri diaspore, ishte prezente në Galan që u organizua. Nuk mendoj që kishte prononcime konkrete nga ana e qeverisë shqiptare në lidhje me se çfarë do të bëhej konkretisht dhe çfarë lloj njësie do të krijohej. Megjithatë, është e rëndësishme që ne të kemi aktor konkret që marrin përsipër funksione konkrete në lidhje me organizimin e diasporës anë mbar botës, diasporë shqiptare anë mbar botës dhe plane konkrete që kështu nëse do marrë formën e një ministri apo një këshilli apo kjo mbetet për tu parë në vijim. Kjo mbetet për tu parë në vijim. A shihni Besoj. Tiranën si platformën, si vendin e përshtatshëm për këtë iniciativë? Po, ky summit ndoshta disi vonë, po apo vjen natyrshëm aty ku duhet jetë, le të themi, ku duhet mblidhen shqiptarët? Patjetër, Tirana është një qendër metropolitane deri diku në sensin që është qoftë nga ana gjeografike, qoftë nga vetë fakti që ka mundësinë, sepse edhe nga ana organizative ishte një ndërmarrje shumë e madhe u duk të presësh rreth 1000 shqiptarë anë banë botës në një vend ku do duhet organizosh shumë element, qoftë nga lëvizja me autobuse etj etj. Nga ana logjistike bëri shumë sens. Dëshira do ishte që ky summit dhe dëgjova që kishte ndoshta mundësi që mundet të organizohej në të ardhmen në një periudhë tjetër, ndoshta vera, u diskutua për krijimin e summitit të ardhshëm në Prishtinë, pse jo, kam përshtypjen që një përfshirje e madhe e qendrave shqiptare do ishte mos e dur, po nga ana logjistike kam përshtypjen që mund të jetë edhe pak e vështirë. Në fakt, cilat janë përvojat e vendeve tjera në këtë aspekt? Domethënë, Shqipëria ndoshta disi vonë, por çfarë mund të përfitojmë ne nga ajo mënyrë se si kanë arritur të sistemojnë këto problematika vende të tjera? Le të krahasohemi me rajonin, le të themi, ose edhe Kanada, nuk e di domethënë. Ja, ndoshta sa ka diasporë Kanadaja në këtë rast? Jashmase. Kanadaja është vendi i emigrantëve, Kanadaja është ndër shtetet multikulturore që ka diasporë të gjithë anshme, diasporat më të forta janë ajo italiane, diaspora çifute, që kështu unë nuk mund të flas për eksperiencat e gjithë vendeve, por di që Kanadaja bën një punë shumë të mirë për organizimin e diasporave dhe gjitha kjo bëhet me anë të grupeve lobuse, shoqatave, organizatave, por dhe një ndihmë kryesore e shtetit mëm. Ka një, për shembull, t'jap rastin e Izraelit në Kanada për shembull ka një lloj programi që qytetarë izraelit që mund të jenë edhe brezi i tretë, ju ofrohet mundësia për të shkuar në Izrael për 1 muaj, 2 muaj për të përjetuar kulturën izraelite, për të mësuar gjuhën, apo qoftë edhe për të dhënë mbrapsht në një formë apo një tjetër nga ana vullnetare ose aftësi. E njëjta që mund ndodhi dhe për Shqipërinë, ku mund të ketë një lloj programi që mobilizon diasporën, le të themi në Kanada, të kthehet mbrapsht në Shqipëri të rinjt për qoftë periudhë të shkurtër apo gjatë kohe për të dhënë diçka mbrapsht. Ajo mund të jetë aftësi, mund të jetë një mënyrë për të mësuar gjuhën apo edhe thjesht për të përjetuar kulturën shqiptare që kemi aq të bukur, ushqimin shqiptar. Sa janë të organizuar shqiptarët që jetojnë në Kanada? Do të thoja që me shumë krenari, do të thoja që shqiptarët në Kanada kanë bërë një punë shumë të mirë. Neve kemi goxha organizata që janë ngritur dhe punojnë aktivisht për organizimin e grupeve shqiptare të formave ndryshme. Është Bashkësia Shqiptaro-Kanadeze, e cila u kurorzuar edhe me një shqiponjë në art. Gjithashtu është dhe organizata jonë që merret me krijimin e një bashkësie të profesionistëve shqiptar kanadez, që kështu ka goxha dhe është kam përshtypjen se janë vetëm në fillimet e krijimit dhe bashkësimit të shqiptarëve në mënyra më konkrete dhe jo vetëm le të mblidhemi dhe të shijojmë muzikën dhe të kërcejmë vallet shqiptare. Por për t'ju referuar pikërisht summitit, aktivitetit që u zhvillua këto ditë, qendra që ju drejtoni, si mund të kontribuojë më shumë? Kjo pyetje më është ngritur disa herë dhe për të vërtetën neve
jemi në projekte mendimi, sepse nuk ishim shumë të qartë se çfarë duhet prisnim nga ky summit dhe se si ne mund të përfshiheshim, dhe kjo ishte një nga arsyet pse donim të merrnim pjesë, për të kuptuar çfarë kërkohet, çfarë nevojitet, dhe për të shkuar mbrapsht dhe për të ulur dhe për të kuvenduar me bordin dhe grupin drejtues të Albanian Canadian Excellence për të parë se çfarë ne mund t'japim. Ajo që për mua është e qartë tani, se çfarë ne mund t'japim dhe mund të kontriboj, është pikërisht esenca e krijimit të organizatës tonë. Organizata jonë u krijua sepse kishte një lloj vakumi të mbledhjes së shqiptarëve me qëllim identifikimin dhe promovimin e suksesit shqiptar në Kanada. Pra, kemi individ të aftësive të ndryshme, të fushave të ndryshme, le t'i mbledhim dhe le të shikojmë se si mund të bashkohen dhe të shtyjnë suksesin shqiptar akoma dhe më tej. Ky rrjet aftësish mund tani kam përshtypjen, duke pasur platformën e dur, të eksportohet dhe në Shqipëri. Teksa flas me miqtë e mi, qoftë ata që kanë biznese në Shqipëri, apo thjesht të rinj, një gjë që dëgjoj gjithmonë është nuk kemi njerëz që din të bëjnë punën, nuk kemi njerëzit e duhur, na duhen njerëz që din të punojnë dhe din të dalin me sukses. A do të ishin të gatshëm këto profesionistë që jetojnë në Kanada, të vinin të jepnin kontributin e tyre në Shqipëri? Në qoftë se platforma është e duhur, në qoftë se programi është i duhur, në qoftë se ka incentivat e duhura, unë besoj që po. Një gjë që karakterizon jo vetëm diasporën shqiptare në Kanada, por çdo lloj diaspore është kjo dëshira për të dhënë mbrapsh, që është e pashpjegueshme, po sa më shumë, dhe ne i kemi parë shumë në diasporën kanadeze, sa më shumë rritet mirëqenia e njerëzve. Pra nuk mendojmë a do kemi një punë, a kemi një çati, a kemi mjaftueshëm bukë për të vënë tavolinë, aq më shumë rritet dhe dëshira për të dhënë mbrapsht dhe për të kontribuar në një mënyrë signifikante, që kështu neve kemi parë këtë dhe mendojmë që nëse platforma është e duhur, patjetër që do donim të kontribuonim. E shihni ekonominë si platformën e duhur në këtë rast, një bashkëpunim ekonomik, le të themi, midis diasporës ose ndërtimi i urave lidhëse, le të themi, me përtej oqeanin, Shqipëria, Kanadaja, diaspora në mes? Si mund të shërbejë diaspora? Përfshirja e diasporës në jetën ekonomike të vendit. Shqipëria ka një problem të madh me investimet e huaja, le të themi. Kërkon, është një vend i cili po tenton të zhvillohet, të mbajë ritmin e vendeve të tjera, tenton të integrohet drejt Bashkimit Evropian. Ekonomia ndoshta është çelësi, thithja e investimeve. Kanadaja, qendra, diaspora në Kanada, si mund të ndihmojnë në këtë aspekt? Do të them diçka që ishte deri diku, që i përgjigjet deri diku indirekt pyetjes tuaj. Një nga miqtë tanë dhe pjesëtari Albanian Canadian Excellence, biznesmen shumë i njohur, do ishte prezent në summit, por nuk arriti dot të merrte pjesë. I thash, ju lutem më dërgoni pyetjet tuaja sepse kam një mundësi t'ju jap ti prezantoj pyetjet zotit Edi Rama. Dhe pyetja që më bëri ishte, unë jam një biznesmen, punoj në Kanada, kam arritur shumë dhe kam shumë dëshirë të vi dhe të investoj në Shqipëri. A mundet ju të pyesni qeverinë shqiptare si dhe çfarë lehtësish investimi unë do kem, mbi të gjitha duke pasur parasysh faktin që ka pasur shumë probleme korrupsioni në qeveri, jo në këtë konkrete, po në qeverit. Natyrisht, probleme në përgjithësi. Përgjigja që morët ju bindi? Kjo ishte pyetja. Si do mundem unë si investitor shqiptar që jetoj në Kanada të sjell investimet e mia këtu? A do ketë ndonjë lloj lehtësimi? A do ketë ndonjë lloj lehtësimi me anë të taksave? Ky ishte interesi i shqiptarit, biznesmen që jeton në Kanada. Përgjigja që morët ishte bindse? Unë nuk arrita ta bëj pyetjen, sepse kishte shumë pyetje, por qeveria ka vënë një platformë që neve mund të bëjmë këto pyetje online, që kështu kjo do dali. Përgjigja, dhe thash ishte indirekte, ishte që ka interes për të investuar, shqiptarët e diasporës duan të dinë kush janë lehtësitë, çfarë lehtësie mund kemi nga ana e taksave, tatimeve dhe mbi të gjitha a funksionojnë institucionet ashtu siç duhet me qëllim që këto investime të bëhen në mënyrë siç bëhen jashtë vendit, pa shumë komplikacione, qoftë nga ana korrupsione apo
quajë si ta duasha. Megjithatë jo detyrimisht mund të vinë të investojnë në Shqipëri vetëm shqiptarët e diasporës, por këto mund të luajnë një rol të rëndësishëm si promotor, mund të luajnë një rol të rëndësishëm për të promovuar Shqipërinë tek shtetasit e vendeve ku jetojnë. Është e vërtet, aty kam përshtypjen që duhet të ketë një lloj mobilizimi të më gjithanshëm të dy qeverive me qëllim që të krijojnë një lloj kulture promovimi të ekonomisë shqiptare në vendet e ndryshme dhe jo thjesht nëpërmjet diskutimeve se sa vendi i përshtatshëm Shqipëria mund të jetë. Unë mendoj që turizmi është një nga sektorët më të mundshëm ku këto lloj investimesh mund bëhen qoftë nga shqiptar që jetojnë diasporë, por qoftë edhe nga tuaj sepse është prime, neve i themi që kështu. Në fakt, diaspora e ka këtë peshë, këtë forcë ndryshimi të kësaj situate, le të themi promovimit të vendit jashtë Shqipërisë. Diaspora në Kanada. Patjetër, unë mendoj që mundësia, pesha ekziston. Puna është ajo që na duhet dhe duhet vazhdojmë ta bëjmë edhe akoma dhe më shumë. Ne jemi të angazhuar që ta vazhdojmë e megjithatë ajo çfarë duhet është një lloj përgjigje reciproke nga ana e shtetit ton me qëllim që kjo punë të vazhdojë. Për shembull në Kanada nëntori u shpall si muaji i trashëgimisë shqiptare. Ishte një bill që u shty në parlament, u votua, u mobilizua politika e Ontarios, klasa politike e Ontarios. Një lajm i rëndësishëm ndodhte për herë të parë. Për herë të parë në historinë e Kanadas, e shqiptarëve, goxha punë është bërë nga organizata shqiptare atje me qëllim që të ecet. Që kështu mundësitë ekzistojnë, puna duhet vazhdoj. Nuk di për sa kohë jeni shkëputur nga Shqipëria, e ky rikthim si u duk, si e pat Shqipërinë që kishit lënë? Fizikisht nga Shqipëria u shkëputa në 2005 për vazhduar studimet në Universitetin e Torontos. Shpirtërisht nga Shqipëria nuk jam shkëputur ndonjëherë dhe nuk besoj që do shkëputem ndonjëherë. Unë kam familjen që jeton këtu, prindrit, vllajën që kështu kam shumë arsye për të vazhduar, për të qëndruar e lidhur me Shqipërinë edhe me shqiptarët. E lidhur, por shpirtërisht, fizikisht mendoni një rikthim? Gjithmonë është mundësia e rikthimit. Besoj në çdo shqiptar mundësia e rikthimit është gjithmonë prezent, ca herë akoma më e fortë, ca herë më e dobët, por patjetër pse jo. Nga gjitha diskutimet që u bën në summit, do të largoheni pas pak ditësh drejt Kanadas, çfarë do të merrni me vete, çfarë do të mund të tregoni atje që t'i kthej shqiptarët, por jo vetëm, të bëheni edhe një promovuese e vlerave të Shqipërisë? Shumë do merrem me vete. Kjo eksperiencë ka qenë vërtet, unë vi çdo vit në Shqipëri. Sot këtë radhë erdha me një qëllim tjetër, akoma më serioz dhe më të thellë. Ajo çfarë unë do marr me vete do ishte shpresa. Shpresa e madhe që vërtet ka një angazhim serioz nga të dyja palët, diaspora ose një dëshirë. Për angazhimi akoma nuk është parë, por një dëshirë serioze nga të dyja palët, qoftë nga diaspora, qoftë nga qeveria, dhe për mua kjo është gjë e madhe. Dhe kjo është ajo çfarë do shçoj mbrapsht në Kanada, së bashku me të gjithë kuptohet opinionet e mia dhe mendimet e mia dhe ca ide konkrete se si ne mund të aktivizohemi më shumë me diasporën shqiptare anë mban, po dhe me shqiptarët brenda Shqipërisë. Ju ishit në panel si dhe patët mundësi të takonin të summit të rinj, cilët kishin marrë iniciativa të ndryshme, startupet ndryshme. A ka dallime mes tyre? Si ndryshojnë problematikat mes të rinjve, cilët marrin këto iniciativa ekonomike në vend dhe atyre që janë në vende të tjera, le të themi për te oqeanit? Isha me fat se bëra pjesë në një panel shumë cilësor. Dhe me sa dëgjova gjithë panelet pak a shumë kishin përzgjedhje shumë të mirë, që kështu përgëzime organizatorëve. Në panelin ku mora pjesë, kishte të rinj që kishin ndërtuar produkte apo shërbime, si rrjedhoje kësaj kulturë startupit, brenda rajonit shqiptar, specifikisht Kosovës, dhe jashtë Italisë, Amerikës. Ndryshimet ishin shumë, apo njëra gjë që vura re ishte një lloj diskutimi për
për funksionin dhe ndihmesën e institucioneve shqiptare në ndryshime ato të huaja. Të rinjt që punonin në Kosovë apo edhe në Shqipëri flisnin shumë për nevojën e bashkëpunimit më të afërt me institucionet, për krijimin e mundësive, krijimin e lehtësive, që të rinjt të fillojnë të merren me krijimin e këtyre sipërmarrjeve të startupit, ndërsa counterparts që ishin nga pala tjetër, më falni, fliste më shumë për zhvillime produktesh, për zhvillime shërbimesh, si duket ana e institucionit ishte më pak predominante. Ajo çfarë kishin përbashkët ishte një pozitivitet, se të fillosh një startup, duhet të kesh pozitivitet, se fillon me idenë që do të falimentojë, një pozitivitet dhe energji të jashtëzakonshme për të shtyrë përpara, gjë që kam përshtypjen gjithë rinia shqiptare, anë mban do përfitonte shumë. Megjithatë përtej panelit ku morët pjesë dhe që thatë se ishin të përzgjedhur, të rinj që kanë nisur të krijojnë startupet e para në Shqipëri, a e futre frymën e shqiptarëve pjesës tjetër mjaft të rinj po synojnë të largohen nga Shqipëria? E vëre gjithmonë, sa herë që kthehem e vëre, në diskutime me miqtë e mi e vëre, dhe me të thënë drejtën është diçka që vërtet është një realitet deri diku jo i ngrohtë, dhe kam përshtypjen që është një problem që do vazhdoj derisa neve të kemi plane dhe projekte konkrete për të ngritur dhe mobilizuar rinin shqiptare, për t'i dhënë një lloj optimizmi dhe një lloj inkurajimi në lidhje me mundësitë e të ardhmes brenda vendit. Dhe unë mendoj që kjo është e mundur, patjetër, po kërkon një bashkëpunim të fortë midis akademisë, shkollave, ku ata studiojnë, ku diplomohen, dhe ndërmarrjeve të punësimit, gjithashtu dhe duke u mbikëqyrur dhe nga institucionet qeveritare, që kështu e ndjejmë sa herë që vim dhe mendoj që kam përshtypjen problemi kryesor i shoqërisë tonë tani, duke qenë se ne kemi një popullsi relativisht të re, dhe do jetë çelësi, mendoj unë, kryesor i zgjidhjes të shumë problemeve që ne të mund të hasim në të ardhmen, duke adresuar çështjen e mobilizimit dhe optimizmit dhe shpresës tek të rinjt. Dhe çelësi ndoshta pikërisht këto institucione, këto shtylla që ju përmendët pak më parë. Ndërmarrjet, bizneset, universitetet gjithashtu, si dhe qeveria, një rol ndoshta më i madh i qeverisë në këtë rast. Mirë, pra, faleminderit, ishte kënaqësi që ju patëm studio. Faleminderit. Ju falenderoj juve. Rrugë të mbarë, urojmë të na ktheheni në summitin e ardhshëm me projekte shumë konkrete. Patjetër. Që t'ju vlejnë jo vetëm të rinjve shqiptar. Me kënaqësi. Falenderoj për kohën tuaj. Ishte kënaqësi.